Skënder Hita u betua sot si drejtori i Policisë së Shtetit për një mandat 5 vjeçar pas emërimit me vendim të qeverisë ditën e djeshme. Me propozim të ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, Skënder Hita zë tashmë vendin e Ilir Prodës pas largimit të tij nga detyra. Vetëm 46 vjeç, Skënder Hita ju nështrua një konkursi mes 14 kandidatëve të cilët kaluan në filtrin e komisionit të posaçëm në Ministrinë e Brendshme në garën e hapur me 3 mars. Hita ka shërbyer në polici nga Veriu në Jug me karrierë në ngjitje në 10 vitet e fundit. Një prej detyrave më të rëndësishme ishte drejtimi i Policisë së Shkodrës në vitin 2001. Së fundmi Skënder Hita drejtonte Fierin, qark rëndësishëm me potencial krimi, por që vitin që lan pas mbylli me vetëm 2 vrasje, krim në familje. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari hodhi poshtë akuzat e opozitës kundrejt kryepolicit të ri Skënder Hita në ceremoninë e marrjes së detyrës. Opozita akuzon se Hitën e emëroi Belinda Balluku, por ministri theksoi se gara ishte transparente dhe e bazuar në meritokraci, duke theksuar se kryepolici i ri është një oficer karriere.